Qoftë me tu Jezu Krishti. Kisha atë tempull gjallë i Zotit, hapi parë që na dërton drejt amshimit, o për lumit pamatën, o për dërësit pamatën. Madhnia kisha se janë bukura në tesët të mdhaja të Europës, apo të Amerikës, apo kudo që të në botë, kanë bukurin e vetë, por kisha ka bukurin më të madhen, se aty është kryetari i bukurisë, e ndërtimit, e i dashnis, e shtimit marë njerëzimit, e shkatërimit të vdekjes. Krishti, në osën shajtë në tabernakull, i për gjithë njerëzimin që me vëllët mirë, për mëjshën për parë madhnis të hinore. Festojmë ditën e madhe të Krishtit mërtë. Mund të rridhi këtë bised në emën të Krishtit, me urime që shajtja të papë, i qoj popull shqiptarë, parë atë dishë kërë njësa me arë në Shqipni, në emën tëmë, për i kojësame, epi marë popull Shqipnisë shqiptarë, bekimet e mija për Krishtit, për qëtat mijat e shpirët e trupit, për begatin, për harmonin, për pashën e për vlasnimin. Se shajtët papë, Amerikani pari, mas 2000 vetëve, është hylli i botës në emën të Krishtit, që dërë me pa gjithë popullit e botës, çdo feje, çdo komshie, të lumë në këtë botë, e është ma të lumë në metin qëllore. 4.000 vjetë në meti botë në tërë, në kuptimin e malë të fjallës, në ligjën e Mojsejit. Më rëniti populli, me jërështë një gjane apostazia totale. Dërësia Zotit, mëshia Zotit, mori fundë. Se mëshia Zotit është e pamatën, por është e lidhën me dërësi njerëzore, se në batë mëshira pa qesharake, për para veprimeve njerëzore, kur mas 100 herë, nuk zbaton e nuk qënë bënd fjarën e të madhë Zotë. U nësë në planin hinore me eliminu botën popullin e atëshëm. Në hejë thotë, madhënia pa matën, ti në ke kriju në përkesimin në shëmëtyrën të anë, fale botën. E shikoj, po fali tha botën, edhe nësëm gjanë i qënë të darit në botë, po fali botën. Se mas të danën të atëshme, nuk është jetë në 100 të darit. Po tash, 50 darit, mjeftjen 50 darit, po fali botën. Por, mirisht, apostazia madhë, bashkë të qafes, nuk është jetën. Atëherë dim tanë në shkimin që dha bosë. Me ujë, o me të në ujë. Por me shpresën, se të të epte pështimin njerëzimit. Në mushën e kohës, thotë shajt i shpalë. Qoj ati që të përsheshin për me e kuptu të qëtë atas që janë në tërë. Se dikush mund të mendoj se Krishti si ashtë. Krishti ashtë i birit të madhë Zotë. Në misterin më të madhë që ka historia gjithë shekut e amshimi. Merë natyrën njerëzore, për me e pështu natyrën njerëzore, e rame ashtë poshtë. Sa që për me shlim katin të parëve tërë në të amë të tevës, nuk pjefton të gjak frimorsh, nuk pjefton të nuk ikështë gjak i njerëzve. Duhuj gjak Zotit, për me shlim katin, ashtë i njerëzëm që ishte. E Krishti përënan, madhin e vetë hinore, me dhanë jetën e vetë, me gjakun e vetë pashmushëm, me dhanë pështimin e shërbimin, gjitha benzëve të njerëzore dhe në anë e ti të dytë në botë. Në liturgjinë krishtarën në marimin e kohës së lirë, kishë shajtë natyrisht ka vunë, aktivitetin që ka bo Krishti për 3 vjetë apostolimi në botë, për madhin e ti. Krijueshit madhë Zot, për të madhë Zot, për me shërbu njerëzimin. E shparja nisë, shka thotë, në përmet Krishtit, që ka qu i madhë Zot në bashkimin e natyrës njerëzore me hynorin, mister që ne së mund të kuptojmë, erdhe në botë, me shëguru qëto njeriut, se vdekja, thonë po vdes, por në fakt, ndoshta e keni fështirë me kuptu. Nuk ka vdekje të shpirtit, ka vdekje të trupit, se keni frikë shumë atë për thotë Krishti, atë shumit shpirtin, që shpirtin është i padekshëm e i palanshëm, a substancë imateriale, jeton për amshim,
Kërkushë materja, çdo materje fillon e ka marim. Por shpresat e Krishtit i epen çdo njeriut në çdo brez për jetën amshume. Sot na këmtojmë pasamen, panoramën, pasqyrën e Krishtit në kryq, mes dy hajnave, dy cubave, sikur e në shkrimin e Shenjtë. Njëri i dërtohet se Jezus Zot, kemë shqy për mu, ku shkosh në mërtnin tënë. Hojtë me kum eris në paradiso. Sot kemë kanë me mu në parrinjës i përgjishit Krishti. Pësa tjetër i shketi, po ti një malë zëtë për mëshirën ti të pamatën, e fillon malnia Krishtit që thot, konsumatë mes, u kry gjithë kalon mërtnin të atit, për me ardhë mërtnin e qëllore, marë bërznia njëzore. Pilati thot, në shkullë, Jezus Kristus inëri, i Nazarenit, mërët rëksh judeorum. Jezu Krishti mërët i judeve. I thonë populli, që shkove, kur Krishti mjesë qishë tokës, gjumën toka, njënën me 100.000 dekunsh, tërmetën tanë botën,ërso dili, tempulli i madh i Herodit, da dysh, Qezari dridhet atë në Romë, peranore Romës. O, atu të maru ma nërëzimi, o Zotit i kopëson, ishte një dritë e shpirë shajt, për me i dhanë njënt e rëmin gjithë nërëzimit. Në flasim në këtë shajtën qdo kish, ko flitet gjithmonë për naltimin tonë shpirtnarën, për hapje në dashnisim gjitha zemët e njerëzve, për me prunë nëmën të madhë Zotë, betit hinushëm që jeton mjesnash, e në qdo familje, ku janë dyve të lutë, i ka thënë njerëzimit, unë jam ati me ju, nuk është një fantasi fjallet, asë shpërje mushlimit, pa fjallat dalën për i gojës Krishtit, qdo familje, nana, babë të lutë, i tërtja Krishtit. Por natyrysht, si kurse bima, agronomia, astronomia, hyjtë e qiellit, toka, rrotëllimi, kanë lishtë veta, materiale, fizike, kosmike, kështu ka lishtë morale. I ka bo lishtë morale, pra në i Krishti, kur i thot Lazarit, dekun pa 4 ditëve, të Marta Maria Magdalet në 2 motrat. Mi ku ma i ngusht i Krishtit, e keni një saherë, po a mirë me lidhë me faktin e manushëm të Krishtit mërtë. Të rifjari thot pari 7.000 vjetëve, Lazar e kështë foras, Lazar, del jashtë. Në synë të gjithë popët atë heshëm, edhe në kujtimin e madhë të soshëm, se asë një s'ka një atë dekur në këtë botë, me përshëm shenjë të shanu, shenjë të shënkollë, janë të qipë, në ka thonë Krishtin e, të shkurë marë botën për dikën e unilën, për si e një krypa tokës e drita botës, fjarë të mbatë të Krishti, njënë edhe dekund, por kërëshisht njënë dekund në shpirtë, se kjo është mision çdo mështari, me apërun Krishtin në zemra, çdo nërut në botë. Çdo feje kjo, mjaftë që të apëroj me zanë e nërgjezës e të arsysh, lajmin e qiellësit. Je kriju për qiell, për lumnit parrinjët. Ty rrës bashku të më këtë ditë, ku nërëzimi kujton madhnin e Krishtit, Krishtit mërte. Por nuk duhet më harru kur arrestojnë Krishtin, i vinë me zheta, me thika, me aeroportet tona. Kam të rjesë rri me ju, ty është gerburun, djemnum, gjitha dojtë e smundëve, ty u pritë gjitha të shijat, ty u dhanë të gjitha të mirët. Qa u kam ba, që i kënë dalë, popët shkajt i tërthu e rrantën për i tjallit. Vetëm të mirët, ma të mirët, u kam ba, e të bajnë, të thotë Krishti. Për me tërgu sa në Zot, e keni më dhe sa herë. E shojnë për tokë, si barin kosa, më tërgu sa në Zot. Por, në përsimin e vëlletit hynarë, kështu ishte plani i të madhë Zot, surgje, qonjo, e me arrestoni. Po dojë ati jam në qëllarë, ka ushtri qëllarë, që shemin, jo forësën shaj toke, po forësën e pa fundë. Por këtë ba, vëlletit Zotit, për shërbimin e gjithë nërëzimit.
e të dhanë shpirtin kryq, parë se hilis, kjo e leshë për faqënd. Fale asë, se zdinë që ka bajnë. Kjo është për zemën. Por mërtënja Krishtit, atëherë, e në gjithë shekujt, e malnukshme, e lumnukshme për gjithë njerëzimin, është për herë e gashme. Vi me taku Krishtin, jo për një show që banë kantatorët, anë e këtë mlidhen. Me taku Krishtin me në mësu, se jena bitë e kësa bote, po jena ullëtarëm këtë bote. Shpari thot, a që njerëzimit, në në hëve më sikë më rende me qëvitatëm, se të alja me në kiribus, nuk e kene të atë dhe e përheshëm, të më shumë. Atë dhe kjo të bekum, e gjithë duhet me një më dhe një anë tjetër, por në kuptime shpirtnor e moral. Përse, në kalimin e shaj bote, shpirti pa dekshëm, o në lumit pa matën, o në tërësit pa matën. Më ndohme që qdo ditë, para malnis zojës bekume, me tesha e 36 miliard trupën e qëllore, që me në jonë, trunë jonë së mund të kur me kuptu, me tesha që jesë adot, me tesha gjithë anëve shantënve, kërkon në rimin vetë, ashtë në parënini të gjithë atyne, edhe në kotë komunisë, edhe në kotë të fështira, zojë bekume, ashtë të kanë me ne e gashme në gjithë vëndë. E sot nga kur kujtojmë, me të njën e Krishtit, me të njën e ditë pa matën hinore, me të teshën që jesë dhëtë, gjithë së bashkut, i lutimi Krishtit mërte, e zojë papërim, zojë bekume, të sjanë sënët e ty vetë të dhimshëm, për me një gjithë njerëzimin, të sjanë për gjithë më këtë nërë të përnojnë të bëjnë përnim, se shërbim, vetë në përdorën e Krishtit, të apin njëllën jetën gjithë njerëzimit, nanë së bekume të Krishtë zojës, anan e nuk shukon kurrë, e ardhën për shqilët në 2000 vjetë, me dorën artë mërtënore, i ka dhonë gjitha fitore të kishë, e do të japin, e shpejtit do të rinfoj, do të shpatë në botë, triumfi i zojës pa për jyme. Ate që ka thonë Fatima, parë që në të dedhe. Por, a mërme këqilë i malë, popujt e bosë këthejnë jo ka zotin, shtinja dorën e nimonin njën tjetërin, falën të gjithë ajmës të tujë, bashkonën në namen të qies të tokës, për një bashkime e një dhësnim të përgjishëm të gjithë komeve të bosë, që aty qdo nga është të zamër, nga është të gojë, të dalë fjalla o shtimi, o Jezus Zot, mërë të i dashnin së pamatën, bjerë dashnin që gjithë popët e bosë, i gjithë popët shqiptarë, e gjithë njerëzit, shofin dritën e Krishtit, në zamët e tyne, në mandët e tyne, e në qasën kur të kalojnë për shë bote, të shofin dritën e pamatën, e dashnin Krisht që thotë, e u gësaj u bojnë fiteris, inter nga audi dojnë të ujë. Hajde, shëptur i mirë bëstik, eja e hinë në gëzimin atit tanë. Kjo fatë që nga përgjithme, në rrasë nga e rogëm sot Krishtin, nimojmë të borfnit, shëtnojmë familjen, rrim larkë mëkatit, djemë të vazhda të bashkumë në Krishtin, vetëm në Krishtin a pështimi bosë, e pështimi shpërtar, i të nërjut, dashnin e që thanë për nanë e babë, që s'ka dashnin ma të forë se të nanë se babës, e atë anët në zamër tona, kunora e dërisë e lunis, me përkramen, Jezus nga nësë, Krishti fiton, Krishti mërtënën, Krishti sënonë. Uroj e lutëm që nëmën të kishë shajtë, krosit kishë shajtë atë papë, para Krishtit sot, të sjallë sënjët e ti të malnukshëm e të mëshkishëm, të japë ngështim zamërë tona, edhe jepë tëmë, gjithë popët tonë, edhe gjithë popëve, nga kohët e tyne e gjithëve të jehoj, me lavdi, nërë e lumni, atit, birit e shpirë shajnë, e Krishtin mërtë në sheku shekuve. Kjo është du Krishti.